Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi edhe këtë javë në emisionin Bardezi në terminin tonë të rregullt, çdo të jetë nga ora 21 pranë ekranit të DTV Media. Tashmë e dini që jemi në sezonin e 4 me hoxhën e nderuar profesor doktor Sadat Bajramin, imam dhe ligjërues në Xhamin e Vetërnikut këtu në Prishtinë, ku sot kemi vendosur që të diskutojmë për krizën e komunikimit në familje, por jo vetëm. Në fakt, sot si shoqëni, të e marrë parasysh edhe jetën dhe dinamizmin që po na ndodhen përditshmëri, shumë shpesh kemi mungesë të komunikimit të shëndosh me familjarët tanë, por jo vetëm. Shpesh nga problemet dhe nga streset dhe nga hallet, nuk dim as si të ju qasemi të tjetrit dhe jo vetëm, në fakt sepse edhe me kolegët në punë, edhe me shoqërinë, me rrethin, me vllahun dhe me motrën, shumë shpesh kemi probleme dhe pa e kuptuar fare mund ta lëndojmë tjetrin. Nuk do të fokusohemi vetëm te kjo pjesë, do të fokusohemi edhe tek komunikimi dhe kriza e komunikimit kur kemi probleme madhore dhe nuk dim se ku të drejtohemi, e ç'dira e parë duhet jetë patjetër familja. Por në anën tjetër është edhe një problem tjetër, se si do e pret familjari këtë problem në fakt edhe si do të qaset karshit teje. Këtu dhe shumë të tjera të diskutojmë me zotin Sadat Rustemi. Hoq, faleminderit shumë, kërkoj falje se në prezantim profesor doktor Sadat Rustemi. Faleminderit edhe një herë që jemi neve. Faleminderit ju. A thash që do flasim për krizën e komunikimit në familje, por jo vetëm. E dim që hallin e parë që e kemi, trokasim tek familja. Por në shpesh e mbulojmë këtë pjesë dhe e mbajmë vete për shkak që nuk e dim tjetrin si ka më u qasë, si ka më na prit. A kemi krizë totale të komunikimit sot mes veti? Da kemi pas edhe ma herët, se edhe ma herët kemi pas pak probleme me komuniku me familjen. Po, bismillahirrahmanirrahim, falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, përshëndesim Muhamedit a.s. dhe familjen e shokët e tij. Duke qenë se ne jetojmë në këtë shoqëri dhe jetojmë këto rrethana dhe duke marrë parasysh situata që i ka kaluar shoqëria jonë, populli jonë, krejt këto determinojnë që do të ketë probleme. Do të ketë probleme. Këtë thonë edhe studios, psikolog, psikiatra dhe të tjerë që këto janë mbetje të krizave të kaluarës, sepse problemet tek ne nuk kanë fillu me luftën, kanë fillu para luftës. Ne do të rikthejmë situatën vitet e 90-ta ku është bë mësimi nëpër shtëpia, ku nxënësi ka dalë nga shtëpia me shku në shkollë edhe është rrahur nga policia serbe, ku dikush ja ka mësy spitalit edhe është pengu me shku në spital. E shumë të tjera problemet që i kemi pas komplet shekullin i kalun, mund të them. Komplet shekullin i kalun. Këto probleme janë kurorizu me vitet 68-69, me problemet e 89-shës, pastaj me fillimin e 89-90 me grevën e minatorëve, me dëbimin e mbi 100.000 punëtorëve, prindve, tafërmëve tonë dhe qytetarëve tonë nga vendet e punës, kur ka fillu, po themi, shpërngulja masive të rive nga vendi ynë. Krejt këto kanë prodhu kriza, e pastaj lufta si lufta, ata që e kanë përjetu që mund themi nuk ka shtëpi në Kosovë që se ka përjetu luftën. Pavarësisht a ka të plagos ose të mbytur, por të gjithë e kemi përjetu luftën. Edhe unë e them edhe e fëmijën ndjep që ka qenë e ka përjetu luftën. Pra ne jemi një shoqëri që kemi dalë me kriza pas luftës. Prandaj është krejtësisht normale studimet flasin se ne jemi duke u trajtu, jemi duke u rehabilitu, dhe mendoj se nuk kemi të bëjmë këto vetëm me një gjenerat. Na këto kemi të bëjmë probleme me shumë gjenerata. Kemi të bëjmë me prindin i cili traumat e ti kom ja përcjell fëmijët. E që ky fëmijë kom ja përcjell fëmijët e ti. Pra ndaj unë mendoj se këto çështje do t'i kenë në hatër të tjerët. Pra do t'i kenë në hatër edhe Evropa dhe të tjerë. Që ne jemi një popull i traumatizuar. Kemi dalë me probleme, por falë Zotit që ky popull është i konsolidun, ky popull është shumë bujar, është mikpric, fetarinë ka pjesë aktive, bamirësinë ka pjesë aktive, jemi shoqëri sociale, ja kemi dalë me minimizu këto probleme. Unë them jo vetëm për ta hiperbolizu, po flas me fakte, me dëshmi të përditshme që flasin në studios që më të thirrur se unë, se do thotë problemet me cilat kemi dalë ne pas luftës janë jashtëzakonisht mëdha, që ndoshta shoqëritë të tjera kanë pas shumë vështirë me i menaxhu. Por nëse ne e marrmi për kokë banori
tentim vetvrasjen dhe vetvrasjen, ne dalmi shumë më të suksesshëm se sa shtetet e Evropës, që nuk kanë luftë dhe nuk kanë dalë nga lufta kjo gjenerat. Pra i bie se ne si familje ja kemi arrit me i mirë menaxhu shumë probleme, por ja që tani kemi, po themi, faktor tjerë, të cilët ndikojnë në, po themi, në shqetësime dhe probleme, sikur që kemi probleme për shembull të teknologjisë ose të rrjetet sociale, thënë më mirë, rrjetet sociale kanë bërë që mos menaxhimi i mirë i rrjeteve sociale ka kriju probleme, shqetësime, divergjenca, ndoshta edhe kriza mentale dhe shpartallim familjar që krejt këto prap dojnë ulje me njëri tjetrin për t'i mirë menaxhu dhe t'i kalu. Shpesh ka raste që kur donë me vendos diçka për veten, ndoshta nuk ulet me diskutu me askënd, për shkak që thotë jo se po mprishën planet. A ndodh edhe kjo në fakt, a mundemi me mbaj gjithë barën e një vendimi për veten tonë, pa e diskutu me tjetrin, për shkak që ekziston ajo frika që nëse flasim me dikën, nuk do të shkoj ashtu siç e kam planifiku. A ndodh kjo? A shpjegohet kjo? Në shoqërinë tonë janë disa paranoja që për cilën. Është paranoj kjo? Po, unë po flas në tërësi si problem, që është në kuadër të saj e kemi edhe këtë problem. Që është edhe kjo një lloj paranoje, është një lloj paragjykimi, kemi edhe stigmatizim këtu madje, sepse duke trajtu këtë çështje, do thot shpesh herë gjejmë në shoqërinë tonë që aja që quhet gjitholog, që vetë i zgjidhi problemet, vetë arri këtë, vetë arri jo, nuk arrin këto gjëra vetë. Atë që më tepër nëse flasmi për një grup moshë të caktuar, për shembull nëse flasim për adoleshent, për të reja të kështu me radhë, kanë nevojë shumë për këshillat e të moshuarve, të atyre që kanë përvojë jetës e kështu me radhë, por sido që tjetë, këshillat fetare dhe këshillat pedagogjike botërore flasin që duhet me u konsultu me njerëz që janë kompetent. Madje këtë kemi për plot argumente kemi në Kur'an dhe në thonit profetike të thirrjes në konsultim. E unë ndoshta do të kisha përkufizu me një që është më superiorja, ku Zoti i Madhreshëm në Kur'an i thekson dy forma të këshillës që janë nevojshme për njerëzimin. Në radhë parë, Zoti i Madhreshëm e ka sugjeru pejgamberin alayhiselam të këshillohet me shokët e tij. Thotë washawirhum fil amr, konsultohu me ta për disa çështje. Pra përkundër që është udhëheq Muhamedi alayhiselam me shpallje. Çfarë ka pas nevojë me konsultu me mendimin e njerëzve? Për çka ka pas nevojë? Zoti ka zbrit shpallje, por megjithatë Zoti e sugjeron që për disa çështje të jetës konsultohu me ta. Në anën tjetër, kur i lavdron Zoti i Madhreshëm Kur'an shoqërinë, shokët e profetit alayhiselam, pikërisht në këtë pikë i lavdron. Thotë wa amruhum shura bainahum, prej mirësive të mirave, sukseseve që i kanë shokët e profetit alayhiselam është se ata konsultohen me njëri tjetrin. Pra, dhe kemi tekstet shumëta këshilla profetike që thrasin këtë drejtim, që besimtari, njeriu mirë të përgjithshëm, duhet të konsultohet me njëri që është kompetent, për faktin se jeta ka dënë përvojë, jeta ka sfida. Ka njerëz që kanë kalu në ato sfida dhe kur ja apin këshillën atij që është gjenerat e re, si të thush, ja shkurtojnë rrugtimin dhe ja minimizojnë problemin, e ruajnë për mos me ra të njëjtin problem që ka ra dikush që ka qenë para tij. Kështu që do duhej për gjenerata e re të i shfrytëzon mekanizmat e gjeneratës së kaluar ose ata që më të moshuar, më të thirrur, me u konsultu për principet e jetës, sepse jeta është një gamë gjërë e angazhimeve, e peripetive, e sfidave, e plotësimeve madje, e krejt këto një adoleshent dhe një, po themi, një 20 vjeçar nuk ka mujt me arrit të tëra. Prandaj ka nevojë me konsultu. Mirë, të pjesa e konsultimit brenda familjes, cilat janë çështjat që duhet konsultohen patjetër për të marrë vendime, ose cila ka edhe ndoshta disa gjëra që nuk është e nevojshme me u diskutu për shkak të ndjeshmërisë së rasteve? Parimisht do të ishte mirë që familja të ketë harmoni dhe ta ketë të ndonë një kohë të konsultimit me antarët familjes, por prind në këtë rast me fëmijët. Dhe anasjelltas. Anasjelltas, gjithsesi fëmijët me prind, du të kenë kontakte ditore, prandaj ne themi që do të ishte mirë në këto rrethana, në këtë kohë,
fillimisht mund të taku sofra tëreza ushqimit, që është një standard shumë i rëndësishëm. Sa mirë me diskutu kur je duke nga... Për faktin se është një relaks, për faktin se është moment pushimi dhe takon anëtarët e familjes, bashkëbisedojnë për punët e ditës, lodhjet e ditës, sfidat e ditës, programet, projektet e të ardhmës e kështu me radhë. Pra është një afërsi. Tëreza, sofra e ushqimit prodhon pra afërsi, prodhon relaks, prodhon shkëmbim mendimesh e kështu me radhë. Po përveç kësaj, është mirë për shembull në mbrëmje, vikendeve, të ndajnë kohë prindët edhe fëmijët që tulen dhe të bashkëbisedojnë. Rreth asaj që ka kalu, rreth gjendjes faktike dhe rreth asaj që po vije, programit, projektit për të ardhmen. Të bashkëbisedojnë, pra të shkëmbejnë mendimet, idetë, sepse, siç tham, gjeneratat e reja kanë ambicje jashtëzakonisht mëdha, madje edhe të shpejta, dojnë me realizu projekte të shpejt, për një natë të pasurohen, shpejt i krynë gjërat në një farforme me qujt me terminologjinë e kohës fast food, dhe me thonë një rutinë shpejt, po jeta i ka principet e veta. Jeta don qetësi, jeta don analizim, jeta don sugjerim, jeta don konsult, pra me kuptu që pëmt nuk piqen para kohë. Kjo është fjale urtë e popullit, prandaj ai që është mundu me ngrënë një pëmt para kohë, do të thotë se i ka bozarar, nuk i ka bo mirë aja. Kështu që është mirë me gjithë momentin, sidomos unë këtu e shfrytëzoj edhe një rastin që të apeloj të prind të jenë kujdesshëm në mbrëmjeve, të gjejnë kohë të largohen prej telefonave, smartfonave, rrjetet sociale për të bashkëbiseduar. Sepse nuk e bën përmbushjen as shpirtërore, as emocionale, as mentale, rrjetet sociale. Pra kemi nevojë që të kemi kontakte të drejtë për drejtë. Mirë, e përmendet konceptin kohë. Realisht, secili ka kohën e vet. Dikush më herët, dikush më vonë. Shpesh këto nuk di me dallu, as brenda familjes, as në shoqëri, as kush tjetër. A mundesh më na shpjegoj pak a shumë për shembull, nëse është koha jote sot që ti më shko me vizitu pa vlasë vendet e shenjta me Mekën dhe Medinën, nështë nuk është koha e dikuj tjetër. Ta e shaj dikuj tjetër të që, apo e shaj që X personi shkaj. Ta është pse na ju. A mundesh më na shpjegu pak në rafshin ma social, kështu për konceptin kohë dhe që se cilin njeri e ka kohën e vetë. Në radhë parë, koha është dhënti prej Zotit. Dhënti që Zotit jep me bollëk, po themi, kështu pa mas njeriut, e jeta është krejt koha. Jeta është krejt koha, për atë sa mirë menaxhojmë, i kemi edhe suksesit. Pra, i bie se suksesi ynë varet nga mirë menaxhimi i kohës. Por, ne parimisht nuk do duhemi ndërhy njëri tjetrin në kohë. Mund të bahemi pjesë e dikuj, që i bie se nga njëherë pjesëmarrja jonë mund të jetë aktive ose pasive, me emocione ose fizikisht. Për shembull, siç e theksut, ka qenë koha haxhit para pak mujve, dhe mund të ketë shku prindi jonë, i afërmi jonë, ne emocionalisht jemi me ta, po jo detyrimisht na duhet me nal punën, ose shkollimin. Jo, ne vazhdojmë punën, vazhdojmë shkollimin, ose tash është koha e pushimit verore. Dikush për anëtarët familjes do me shku me një vend caktuar pushimi verore. Jo detyrimisht tjetër duhet ta stopon pjesën aktive të jetës së tij. Por jeta është vazhdimisht është aktive. Në aspektin islam, nëse bëjmë një përshkrim, nuk ka pauzë. S'ka pauzë. Domethënë vazhdimisht jemi në aktivitet. Ose jemi në gjumë, që kjo është prap aktivitet. Kalon koha. Kalon koha sepse ne motivohemi, forcohemi, pushojmë, relaksohemi kështu me radhë. E kemi punën e rregull ditore, është punë. E kemi leximin, është punë. Po edhe atë pjesën e qetësisë ku e kemi që na e quajmë pushim, ku marr për punës duam të pushu. Prap është një pjesë e kohës që ne bashkëbisedojmë me anëtarët e familjes, lexojmë diçka, aktivizohemi diçka. Pra, ma parimisht po du me thonë që ne si besimtar, mësimet fetare në mësojnë që parimisht ta kemi në hatër në kujtes Zotin e Madhëreshëm, ta kemi kujtes ndihmën solidare, sociale ndaj të tjerëve, të planifikojmë çka me bëj kështu me radhë, po gjithmonë jemi aktiv. Jemi, do thotë, në gjitha etapat e kohës jemi aktiv dhe kjo e prodhon një person dhe një shoqëri aktive. Mirë. Kemi edhe persona që ndoshta kur donë më shku me fol brenda shtëpisë,
ose të pret keq, ose nuk të kupton, ose të keq kupton, ose thjesht nuk jeni në të njëjtat frekuenca të diskutimit, edhe mandej një herë e dy, personi tjetër mbyllet në vete se thot s'po flas hiç se sa herë po flas veç po bëhet më e madhe ose nuk po zgjidhet problemi hiç. Qysh mendon gjotë në aspektin fetar edhe në fakt qysh me arrit balancat mes dy karaktereve të ndryshme brenda familjes? Është evidente edhe kjo në këtë kohë ku kemi problem mes gjeneratave. Këto e quhen problemin mes gjeneratave. Konfrontimi gjeneratave. Po, konfrontimi gjeneratave, ku në fakt gjeneratat nuk pajtohen, nuk mirë kuptohen, dhe ne si shoqëri du ta kuptojmë, du ta pranojmë në fakt këtë defekt që i kemi. A duhet më shumë të kuptu gjenerata e më shumë e triun, apo i riu gjeneratën e më shumë? Unë mendoj kështu, gjenerata e moshuar du ta mirë kuptoj gjeneratën e re, kurse gjenerata e re du të ketë më shumë bashkëpunim. Pra, nëse i bashkojmë këto dyja, arrim të një rezultati mirë. Që i bie se, pse gjenerata e moshune më e vjetër, prindi, agja, gjyshi, daja, du të kenë do thot mirë kuptim më shumë, për faktin se këta kanë kalu në për këto periuda, kanë kalu në këto vështërsi, kanë përvojt jetës, kanë një mosh, kanë një karierë. Ndërsa gjenerata e re është në pyetje entuziazmi, forca. Gjithçka është e re për ta. Do thot, po do thot nuk kanë përvoj, siç thamë më herët, vendosin hapat shpejt. Pra, ky bashkëpunim mes këtyre dy gjeneratave e prodhon fillimisht një gjeneratë suksesshme, por në anën tjetër, mendoj që nëse veprohet kësaj, gjenerata e re do t'i bashkangjitet gjeneratës të vjetër, po them gjeneratës më të moshuar, do t'i bashkangjitet në aksion të jetës. Nuk vjen shprehje izolimi. E pse po vjen izolimi ose vet izolimi? Vet izolimi vjen për shumë shkaqe, vjen si rezultat i mos arritjes së ambicjeve, kërkesave të shumta, mos ndëgjimit, do të thotë kur nuk ndëgjohet prej prindërve, nuk gjen, jo që nuk gjen hapësirë, nuk gjen durim për komunikim, e shohin do thotë banalitet kërkesën e fëmijët. Kjo është totalisht gabim. Ne e konsiderojmë kur e trajtojmë këtë temë tek çështja e edukimit të brezave të ri, një prej skandaleve që mund t'i bojnë prind ose ata që janë më të moshuar, është kur nuk i jep hapësirë fëmijët ose gjeneratës së re për ta ndëgju. Pra, ne du ta kuptojmë si prind që fëmiu mund të ketë shqetësim. Pra, mund të ketë shqetësim në shkollë, mund të ketë ngacmim, mund të ketë një lloj dhune fizike ose psiqike. Mund të ketë ndonjë problem ose ka ndonjë kërkesë, për shembull me zhargonin e kohës tonë, ku për shembull shokët ose shoqet kanë bërë telefona të mirë, celular të mirë, dhe ky nuk ka. Gjithmonë ndihet indiferent dhe mundje edhe bulizuar ka mundësi të ndihet dhe e ka të vështirë me shpreh prindi, sepse prindi ndoshta bën presion dhe turistni. Ai nuk e ndëgjon, le mami ja ble, pa ai nuk e ndëgjon fare. Tash, çita hapa që kjo qasje e prindërve dhe antarëve, se mund të ketë edhe vëllezër dhe motra më të rritur që janë, as ata nuk e ndëgjojnë, e çon fëmijën në vet izolim. Në momentin që fëmiu kalon në vet izolim, ai veç e ka marrë orientimi negativ, sepse kjo paraqet rrezikshmëri të lartë e psikologët. Domthonë kur fëmiu fillon me vet izolu, në radhë parë do thotë mundohet me analizu jetën vetvetiu që nuk ja del, mundohet me zgjidh vetë problemet që nuk ja del, e pastaj këtu krijohen domethënë komplikime, ngarkesa psikosociale, emocionale, ndryshojnë emocionet, kalon nëpër ato stadet që i njohin psikologët domethënë prej stresit, në ankte, në fobi deri te probleme depresive. Pra, ne kështu e deformojmë familjen, e shkatërrojmë familjen, por në radhë parë, në raport me Zotin, na nuk kena kriju një familje të shëndosh, sepse e ka problemo prindi me jo fëmijën, hajde të qohëm falën bashkë. Jo se ti, për shembull, je larg kërkesave të fëmijët, je larg ndëgjimit të kërkesave të fëmijët. Pra, zakonisht fëmijët, sidomos ata të moshave minore, janë të prirë dhe të thirrur me bë pyetje shumë. Kurioz dhe kanë dilema shumë. Por kanë dilema shumë sepse ju bën përshtypje çdo pjesë e jetës. Duhet prindi, baba ose nëna, mos me u nevrikos me pyetje që i parashtron fëmijë. Pse? Se fëmijë, po me pas durim, me pas sabër, fëmijë është një kasetë zbrast. Ai është duke u mbush. Pra, është më mirë të mbushet prej prindit se sa të mbushet prej rrjeteve sociale, ose të mbushet prej tjerëve. Unë them kështu. Nëse fëmiju nuk përmbushet në shtëpi,
ky fëmijë ka me kërku një prind tjetër. Pa tjetër ka me gjithë. Ky është në kërkim të një prindi tjetër që quhet prind formal. Dhe sa jemi të gatshëm na me dorëzu fëmin tonë të dikush tjetër. Do thotë pe dorëzojmë në rrugë. Me dorë tonë. Sepse nuk pje jap hapësirë me diskutu për problemet që i ka fëmiu. Edhe është pak e rëndë kjo sidomos për gjeneratën që janë adoleshent, që sidomos se zgjeti një shok ose shoqe të ngushtë me i diskutu problemet, kur i njëjti është në moshë të njëjtë dhe nuk ka diçka më shumë për të ofruar për të. E kjo është shumë problem për diskutuar, por edhe në aspektin e moshave më të rritura, po gjenderum, pasi të kalon fazën e adoleshencës, tashmë vetëm të më thënë ratu me punë, me jetë, dhe prapë keni farloj mungesët komunikimit me brenda antarëve të familjes. Pse ndodh kjo? Çfarë thot feja? Ka mësime islame për këtë pjesë? Po ka gjithsesi mësime islame dhe kemi aktualitet. Mësimet islame janë që mësimet islame në fakt thrasin në komunikim. Kemi për plot thënie profetike. A është i shëndetshëm komunikimi? Gjithsesi, komunikimi është i shëndetshëm në raport me Zotin, në radhë parë. Është i shëndetshëm në raport me njëri tjetrin, është i shëndetshëm nga aspekti që si shtojnë edhe mjekët, aspektin kardiovaskular, në aspektin mental, në aspektin psikosocial, sepse Zoti, pra një prej kuptimeve të nocionit insan, që në gjuhën arabe edhe një popullin të insan është njeri, është praf krijesë që pranon komunikim dhe shoqërim, që i bie se nuk mund me jetu vetë. Prandaj mësimet hynore, me tërsinë e tyre, pa në mënyrë të detajuar, thrasin në komunikim. Dhe jo izolim. Vetë normat fetare jenë komunikim. Pra, namazi falet në xhami. Xhamia pra është komunikim. Shkojmë falim Bajramin bashkë, komunikim, falim Gjumon bashkë është komunikim. Agjerojmë bashkë, bëjmë iftar bashkë është komunikim. Pra apimi zekatin, kryet haxhi, nuk kryet se kalon Zoti si vjet na një person me kryen vitin tjetër një tjetër. Jo, bashkarisht. Pra, të gjitha normat fetare thrasin në komunikim, madje në rujtjen e komunikimit, sepse për këta pastaj kanë ardhur norma të veçanta ku Zoti në Kur'an ka lancu kësaj lloj mesazhes. Thotë: "Wa qulu lin-nasi husna", njerëzve folni mirë, komunikoni mirë me njerëz. Si është me komuniku mirë? Është me përzgjedh fjalorin, me i përzgjedh fjalët e duhura në kohën e duhur, me i përzgjedh fjalët e duhura për njerëz të duhur, sepse ne komunikojmë me grup mosha të ndryshme, komunikojmë me njerëz të ndryshëm, qaste të ndryshme, dikush është nervoz, dikush është i lodhur, dikush ka shqetësim, ka pikëllim, dikush më ka argëtim, ka darsëm, ka ahenge kështu me radhë. Pra, pastaj Zoti i Madhreshëm në citate tjera e ka krahasu formën e komunikimit të fjalorit, pra ose thonë më mirë frytet që i jep komunikimi i mirë me frytet e pemëve. Thot në tekstualizotin Kur'an: "U asjell juve Zoti shembullin e fjalës së mirë sikurse pema e mirë, e cila jep rendimentet e saj vazhdimisht." Dhe thot: "U asjell juve Zoti shembullin e fjalës së keqe sikurse pema e keqe." Cila është pema e keqe? Ajo që është me gjamba, ajo që është me therra. Pra, fjala e keqe të rëndon, të lëndon. Pra, me pak fjalë them që dhe i tillë ka qenë vetë profeti alayhis salam, vazhdimisht ka qenë komunikim me gratë e tija, me fëmijët e tij, me shokët e tij, madje edhe me të tjerët. Pra, komunikimi, thamë, është i shëndetshëm në raport me Zotin. Komunikimi në afron të Zotit. Komunikimi është i shëndetshëm si familje. Është i shëndetshëm, thamë, edhe për shëndetin mental. E këtu ne thamë, e kemi një problem të kohës që flasen gjithmonë ose gjithandaj botës, ekspertët botëror, tani te çështja e digitalizimit. E kemi vetë izolimin, kemi një lloj izolimin, apo e shohim të gjithë që të gjithë antarët në mbrëmje, secili në telefon privat. I bie që vje koha, pa u përshëndet, shkojnë në shtrat gjumit, zgjohen me telefon dorë, e që unë nuk du të thellohem këtë ta luaj rolin e një eksperti, po për aq sa kum lexu dhe lexoj dhe studioj, kjo nuk është e shëndetshme fare, për faktin se, si thonë ekspertët botëror, nuk parapëlqejnë për të do thotë fëmijët nuk parapëlqehet me orë para gjumit me hyrë në rrjetet sociale, sepse aja që si informatë e fundit që mirret, aja do thotë përcillet në gjumë, pra përcill fëmijën, por kjo përcill edhe njeriu. Këtu tash e kemi atë ndërhyrjen fetare, i kemi lutjet para gjumit. Llogarit një person, po e bëj një shkputje këtu, për mi marr dy persona për të bërë dy krahasime. Pra, e marrim një person i cili, pra
komunikon lirshëm me anëtarët e familjes, me buzëqeshje shkojnë dhënë gjumit. Para gjumit i bën lutjet e gjumit. Haj kameroj qetë dhe komu zgju i qetë. Dhe merret kundërtën. Një person i cili do thotë ka qëndru me orë në rrjetet sociale, derisa e kanë stërlodh rrjetet sociale dhe ai shkon dhe nuk i bën lutjet e gjumit, ai do thotë ka shqetësime prej atyre, po them, mesazheve dhe lodhjes që ka bë komunikimi përmes rrjeteve sociale dhe zgjohet nervoz. Kjo është, domos zgjohet i qetë. Ky është përfundimi që thonë studiosit. Prandaj gjithmonë komunikimi real, komunikimi fizik, jo verbal, është shumë i shëndetshëm. Mirë. A ndal hasmëri komunikime? Patjetër që ndalët hasmëri. Patjetër se ne kur komunikojmë kemi zemrat afër. Po ç'është me bë punën që me komuniku pa u bë më e keqja. Na shpesh për shembull nuk ulemi me diskutu, shpërthejnë. Po. Çast, moment, mandej kur krejt gjithçka bëhet keq, arrim pikën më kulminante, mas disa ditëve na bjen me ul me diskutu. Ç'është me i parapri komunikimi para veprimit? Po, kjo është fillimisht du ta inkurajojmë vetveten ta në aspektin fetar, ne kemi përplot fakte që na thrasin që të mbajmë lidhje me njëri tjetrin. Prandaj prishja e lidhjeve familjare, farefisnore konsiderohet prej gjunaheve të mëdha, prej mëkateve të mëdha, që i bie se mos komunikimi me ta. Andaj tekstet fetare Muhamedi alayhis salam ka thënë që nuk lejohet ndërprerja e komunikimit më tepër se sa 3 ditë. Por njeri mund ta ketë një zang, një mosmarrveshje, nuk lejohet më tepër se 3 ditë me ndërprej komunikimin me palën tjetër. Që i bie se, pra, komunikimi duhet të jetë i vazhdueshëm. Pra, kur ne e inkurajojmë vetveten se me këtë vepër unë afrohna te Zoti kur komunikoj, i bie që ne e relaksojmë palën tjetër. Sepse pala tjetër është e zemrune, është e hidhrune tash, ne jemi njerëz, mund të rrëshqet fjala, ose t'i thuhet dikujt diçka me paramendim, po dhe me një qëllim jo të mirë, prapë na duhet me bë tërheqje. Ne që kemi gabu, po dhe pala tjetër duhet të gjenë motiv për me pranu keqardhjen e palës tjetër. Pse? Sepse jeta është e gjatë. Jeta është e gjatë, jeta në familje, në shoqëri, është afatgjate, por nëse vazhdohet me këtë qasje, sepse për trajtimit tim që kam ditor të raportet bashkërtore me theks të veçantë, gjejmë të gjeneratat e reja një diskrepancë jashtëzakonisht madhe në raport me gjeneratat e kaluara. Pra për pak preken, janë shumë të ndihshëm, shumë senzitiv, pra do duhet që kjo mu të kalu. Pse? Ambicjet e jetës, vullneti për jetën, projekti që ne do të hartojmë bashkarisht si çift dhe si prind, do t'i tejkaloj për masat e zonkave, prekjeve, thashethëmeve, hatërmbetjeve, kështu me radhë. Po mirë, se këto krejt lindin to nis prej komunikimit. Tash, në aspektin e kësaj pjesës krijimit familjes, çifteve të reja dhe atyre që ju tha që janë më të ndihshëm dhe prekan për gjithçka, a duhet ketë edhe një pjekuri njerëzore që dhe mes një raportit që me marrë një hap të rëndësishëm për me kriju familje, sepse sot po shoh shumë të rinj që po krijojnë familje, janë të martuar, por thjesht nuk janë të pjekur për t'ju qasur problemeve dhe në fakt kur po ju vjen një problem i madh, të dytë kur po ulen me komuniku nuk po dinë as ç'është duhet me komuniku. Po, unë konsideroj se kjo është e drejtë që ju e thoni dhe unë dëshmoj në praktikën time të përditshme që kam përditshmëri të trajtimit të këtyre problematikave. Prandaj dhe vazhdimisht i sugjeroj të rritë edhe të rejat, para aktit martesor, para fejisës, para martesës, të lexojnë radhë parë për institucionin martesor, për komunikimin, për qasjen, për detyrimet dhe obligimet. Madje në këtë kohë kemi mundësi me marrë edhe trajnime. Ne majmë edhe trajnime, unë maj edhe trajnime për çiftet që para martesore ose të posa martuar. Mojmë trajnime se si duhet të kalon jeta në martesë, si duhet të jetë bashkëpunimi në martesë, si duhet të kalojnë, të kalohen në fakt zënkat dhe mosmarrveshjet, krejt këtë e bojmë si rezultat i ndryshimit të rrethanave, sepse të kalunën para 20-30 viteve, 40 viteve, shoqëria jonë ka qenë me një format, me një dizajn krejtësisht tjetër, pra ka jetuar në bashkësi. Dhe jeta në bashkësi
Pra, pa unë unë tash në detajet bashkësisë, po bëjnë një shkputje, po e të reki një paralele që nga aspekti pozitiv ka qenë kjo. Por nëse ka pas diçka pozitive është kjo, që gjeneratat e reja kanë përfitu prej atyre që më të vjetër, në aspektin e përvojave të jetës. Pra, jenë formu më shumë, edhe vajzat, jenë formu pra prej konatave, prej gjinisë femërore, i kanë kuptu edhe obligimet që i kanë në martesë dhe kanë përfitu shprehi të jetës në përditshmëri. Kjo ka ndodhur tek djemt në raport me meshkujt e pjekur dhe të rritur, që sot e kemi mungesë këtë çështje, prandaj konsideroj se kanë nevojë me u socializu më shumë, pra gjenerata e re kanë nevojë me nda kohë më tepër me nejt me bisedu, me bashkëbisedu, me hap tema, me qenë më të hapur me ata që janë më të vjetër. Mirë, kur është e hapja e temave, në fakt, sidomos tek hapja e temave fëmi, prind fëmi, por edhe brenda çiftit, është më mirë me i diskutu temat, qofshin ato ndoshta edhe shumë të mëdhaja dhe që e lëndojnë tjetrin në tavolina, po me mbajt për veti dhe ndoshta gjysma jetës së personit me shku komplet hoq për shkak të fjalëve të njerëzve. Unë personalisht mendoj që do t'i kisha nda këtu në dy tabore ose në dy versione. Jënë disa çështje që nuk do duhemi i trajtu prind në prezencë të fëmijëve. Këto janë raportet në qift dhe problemet e qiftëve. Nuk do duhemi u trajtu në prezencë të fëmijëve sepse tërësisht janë të dëmshme. Këtu s'ka kur gjë hajër, këtu s'ka kur gjë mirë. Kur prind kanë mosmarrveshje, kanë acarim, polarizim të situatës, kanë grindje, është tepër e dëmshme dhe jo e shëndetshme këto gjëra me u trajtu në prezencë të fëmijëve, sepse këto në radhë parë krijojnë një lloj traume të fëmija, pastaj e krijojnë një lloj shkolle që këta me vazhdu me qitë sisteme dhe në përditshmëri e shumë i këtë. Nëse prind kanë pas probleme, vazhdojnë edhe fëmija. Jo detyrimisht, por me përqindje bukur të madhe. Pastaj nuk është e shëndetshme të bashkëbisedohet me fëmijët, pra prind këtë rast, por gjërat të cilat janë jo të moshës së fëmijëve. Për shembull, kemi të bëjmë me një projekt jetik i cili don angazhim, i cili don lodhje, i cili don mundim, i cili don sakrificë dhe investim. Fëmija është moshën më të mirë të formimit, dënë qefin e vetë, dëshirën e vetë, dënë kreativitetin e vetë. Ne me ngarku me këtë obligim, kjo quhet ngarkes. Dhe kemi edhe në shoqërinë tonë, në shoqëri tjerë, po në shoqërinë tonë kemi kësi, do thot, fatkeqësisht pra familje, që pastaj fakturat, po them kushtimisht, ose dëmin e bartin ata fëmijë, ku janë stën ngarku në moshën minore, në moshën rinore, janë ngarku me disa obligime që nuk kanë qenë të tyre. E këtu, pa tjetër që muj me inkorporu tash problemin po themi kushtimisht të fëmijëve adoleshent që kërkojnë për rrugë. Do më thonë që ka prind që ndoshta imponon ose e sugjeron del dhe kërko. Po një mirë qeni lypin, shkot lypsat. Kemi problemin e lypsave. Ata ka kanë dalë për gjirit tonë, kanë dalë për kësaj shoqërie. Pra, nga këto. Dhe taborin tjetër, grupin tjetër e kemë që po, pa tjetër du të me ullë dhe me bashkëbisedu. Çka du të me bashkëbisedu? Bashkëbisedojmë për realitetin e fëmijëve. Pra, çfarë problemi kanë fëmija? Cili është suksesi i shkollës së tyre? Ku kanë ngecje? Ku kanë suksese? Pra, ti motivojmë për sukseset e tyre. Madje ti motivojmë edhe kur nuk kanë sukses. Për shembull, tani këto dështojmë. Po. Për shembull, ne tani jemi veç ka përfundu viti akademik shkollor, uroj të gjithë nxënësit, të gjitha grup moshave. Mirë, po ka ardhur suksesi. Ky është suksesi që ka pru fëmiu, i mirë apo i keq. Pse ka nevojë tani të bëhet çortim i atij fëmijë deri në atë mas që fëmijët lëndohet. Madje krahasimi është shumë i keq. Jo, krahasimi është shumë i dëmshëm. Edhe krahasimi të bën tepër dëm, to e krahasu me fëmijën e Kojshit që ka bërë krejt 500 librez. Po, ashtu. Kjo është e dëmshme për faktin se studimet flasin. Ky fëmijë do të inatoset në prind. E kjo shumë e rëndë, fëmiu m'ja marr inati mu inatoset në prindin. Pastaj ky fëmijë nuk motivohet, ky demotivohet. E kundërta do të ishte. Pa, nëse po e zëm, fëmiu ka pru një sukses mesatar. Pra, ne nuk jemi të kënaqur si prind, por
në radhë parë është mirë edhe me kuptu inteligjencën e fëmijës, ndoshta kjo ka qenë kapaciteti i tij, por kjo është shumë i suksesshëm në raport me kapacitetin dhe ne duhet të jemi të lumtur. Po edhe nëse ka pas kapacitet më shumë, nuk e ka shfrytzuar, inkurajoje. Pra, djali im, vajza ime, të uroj suksesit të lumt, por vitin tjetër, gjithsesi që ti do të lexosh më shumë, do të sjellë sukses më të mirë, a të pëlqen suksesi ky që është apo diçka më mirë, vetë ka me dhënë mendimin që po valla mu pëlqen 500. Kërkush më shumë se ai s'ka dashur. Sigurisht. Por ja që këtë vit ndodhi kjo, ai ka më pru pasaj arsyet. Ka më pru arsyen e moshës, mirë, në rregull, po do të punojmë zbashëm më shumë. Komunikimi real. Dhe mandej e sheh pak a shumë kohë problemi, ku qëndron problemi edhe mundosh me zgjidh problemin. Por te kjo pjesa e problemeve brenda çiftit. A duhet në shtab shembull ose vajza ose djali nëse kanë probleme me njëri tjetrin, çat probleme komunikojnë me anëtarët e familjes, të rritur, nanën, babën, apo duhet me zgjedh mes njëri tjetrit? Sepse jo çdo problem reflekton ndryshe edhe tek të tjerët, ndoshta. Qysh ekziston kjo, ose ka ndonjë mësim fetar për këtë pjesë kur ka probleme çifti mes vete? Në radhë parë ne e cekëm atë që problemit që në qift nuk do duhet të barteshin tek fëmijët, mirë po nëse fëmijët janë të moshërritur, madje mund të jenë të martuar, po i shohin ato fërkimet mes prindërve, do duhet me intervenu fëmijët që ka ndikim më shumë të ai prind. Për shembull, zakonshëm, kjo shkon pak edhe për gjini, domthonë vajza ndikon te nëna më shumë, djalit e baba, edhe pse kemi rastet shumëta të kundërtën, ku mund ndikon vajzat e baba më shumë, është i lidhur baba me vajzën, edhe ana sjelltas nëna me djalin, do duhej me përdor mekanizma me ndërhyn këtë rast. Se kemi, unë kam jashtëzakonisht raste jo pak, ku mosh të pleqërisë, po themi, kanë probleme, sepse këto kanë vazhdu nga rinia. Dhe tani fëmijët janë të martuar dhe i shohin këto probleme, këto fërkimin mes prindërve, dhe është jashtëzakonisht irrituese kjo për fëmijët. Por megjithatë duhet me gjetë motiv që me ndiku, me fol me nënën, me fol me babën, por njëherë me fol në kështu vetmas. Po nëse nuk ja dalin, atër më orientu te një person që është i thirrur. Pra me bind prind që duhet me u drejtu, më orientu te personet që në thirrur për trajtimin e këtyre problematikave. Tek ne vazhdon të jetë tabu, ende psikologu, psikiatri, hoxha, që mirët me trajtimi këtyre problemeve, sepse e shohin kur i thu për shembull që me marr një konsult psikologjike, me automatizëm i thot vetvetes po nuk jemi smut psikikisht. Pra kjo është ajo tabuja që domthonë kjo nuk qëndron as vetarisht as shkencëtarisht. Jo, te psikologu shkon merr një konsult se si do duhet ta trajtojë unë këtë problematikë. Edhe njerëzit më suksesshëm të botës shkojnë te psikologu. Vazhdimisht. Kanë konsultime, po nuk e lojnë anash as fen që ata i përkasin. Absolutisht. Pra janë paralel me këto dy. Po gjithsesi. Tani më domethënë psikologu familjar gjithandaj globit është pjesë aktive. Tek ne posa ka fillu këtyre viteve të fundit me pas psikologun familjar, ku familja konsultohet me një psikolog. Pra ne kemi këtë bashkësi, pra absolutisht që nuk bjen ndesh me aspektin fetar. Por kundërzi, kjo është pjesë aktive aty në fakteve hynore që i posa spjegova. Mirë, marrim shembull djalin e shtëpisë, për shembull, ndonë se mundet me qenë më i madh ose i rritur, relativisht i moshës pjekur, i rritur, dhe në fakt nëse ka ndonjë problem e ruan nanën, babën, thotë jo s'po flase, nana është pe zemrës, babën e ka pika në tru. Domethënë, a duhet me fol edhe djali i madh me prindrit, apo duhet më nis për këtij parimi që jo se nana është smut, jo se baba jo ndikon, edhe mandej ku po jetë çaj problem me një farë forme, po e fusim në rtepi edhe problemi veç po shkon edhe po zgjerohet më shumë. Po, është vërtet që ky problem prolongohet dhe është një rregull te shkencat sociale, problemet sa më shumë prolongohen ato grumbullohen, nuk janë zgjidhur. Ato akumulohen dhe shkaktojnë zakonisht presion edhe në fund, do thot, probleme. Patjetër që ndoshta varësisht për gjendjes të prindërve, mund t'i duket pak e vështirë si info fillestare, po pastaj e mirëpret prindi. Pse e mirëpret? Se nuk ka prind që
ka qef me ndëgju që nuk po i shkon martesa mirë vajzës ose djalit. Nuk ka. Ose ndonjë problem tjetër. Ose problemet të tjera që kanë ndonjë përditshmëri të sukseseve të punës ose shëndetësore. Po, shëndetësore kështu me radhë. Pra mendoj që duhet me thy këtë tabu. Duhet me përzgjedh formën e komunikimit të depërtimit. Pra, edhe pse unë mendoj që gjeneratat e re kanë ndryshim, kjo është opinioni im që e vren për dëshmëri, gjenerata e teknologjisë, po themi nëse nxjerrim pozitivitete, është kjo që janë më të hapur, janë më drejt për drejt, janë më komunikativ në aspektin e nxjerrjes së informatës. Pra, ndoshta kjo ka ndikuar rrjetet sociale që marrin informata të shumta ditore, nuk e kanë problem ja thon prindit, që ndoshta gjenerata jonë ose më herët e kanë pas më të vështirë. Marrja ka qenë pyetje më e madhe, ka qenë pyetje një lloj strukje kështu me radhë, por në çit aspekt unë mendoj që ka progres, se është mirë kjo, që ta nxjerr problemin ose t'ia thot, s'po pëlqen që sjellë ju të nën ose babës. Për shembull, baba ose nëna vinë të lodhur prej punës. Çfarë faji ka fëmiu për shembull, që ai ta ngarkon, ta stërngarkon, ta fyn, ta ofendon e kështu me radhë. Pra, krejt kjo determinon për komunikimin e duhur. Komunikimi i duhur, në kohën e duhur, qasja e duhur, pra është ilaç. Se nuk është vetëm medikament i ilaç, por fjala e mirë është një shërim i plagës dhe te i kalim i situatave që ndoshta e ka mundu fëmijën vite me radhë. A është e rëndësishme që me ditë dhe nasë kur me gjetë kohën e duhur për me komuniku për një problem? Po, patjetër. Edhe kjo është shumë e rëndësi. Qoftë në raport bashkëshortor, qoftë në raport me fëmijët, ekspertët e kësaj fushë në mënyrë botërore flasin që përzgjedhja e kohës së duhur dhe momentit të duhur është një prej mekanizmave të tejkalimit të problemit. Që i bie se nëse po e marr në mënyrë figurative si shembull, nëse çiftet pra kanë mosmarrveshje mes veti dhe burri, bashorti e ka menduar gjatë tërë ditës që kur të shkojnë në mramje, do të ula me gruan edhe do ta sharrojmë, do ta trajtojmë problemin. Dhe ai e ka në vëmendje këtë. Po ja që gruaja e ka një problem tjetër. Për shembull, i ka një lajm jo i mirë prej familjes së saj. Shurt e ka një mërzie, ka një shqetësim. Nuk është tash momenti i duhur. Nuk është tash momenti i duhur që me bisedu qatë problem. Pra, do të duhet që burri me shiku dhe gjendjen emocionale të gruas, edhe ana sjelljes. Kjo vlen domosdoshmë në mënyrë proporcionale. Po edhe me fëmijët, pra duhet të zgjidhet koha e duhur për me bashkëbisedu. Profesionalistët, aq sa kam lexuar në këtë aspekt, nuk e shohin që në orë të vona të diskutojnë këto probleme. Por faktin se vonojnë gjumin, pastaj do thotë ndryshojnë emocionet, pastaj ka ngarkesë kështu me radhë, por të përzgjedhet një kohë e pushimit, kur janë pushim, kur janë të relaksuar, mund me dalë me hec, mund ta përzgjedhin pra një moment të duhur, një qasje madje të duhur ose një shkaktar që është pozitiv, i cili ndërmjetëson me zgjidhje këtë problem. Klasi pak për kushtet dhe kushtëzimet që i vëm njëri tjetrit brenda familjes dhe në fakt ajo trysnia e kushtit që na ngarkohemi pavarësisht cili antar i familjes. Dhe në fakt shpesh mundet me thonë ora se baba krejt veç çat pjesë jo. Pikërisht çat pjesë fëmijë si bohen punët dhe qaja pjesë bohet që nuk i pëlqen anën se babës. Tash çish më menaxhu çet pjesë. Për shembull, diçka që nuk i pëlqen, nuk po specifikoj, thjesht për shembull ndodh që thotë, "Ok, bre krejt veç çet gotë, mos e prek." Vinë rrethonat veç çet gotë duhesh me prek. Çish me zgjedh këtë problem? Përgjithsisht një përgjithësi është i shëndetshëm kushti mos pari. Jeta ka kushte. Jeta ka kushte. Nëse ne në këtë emision nuk kemi kushte dhe kritere, pafundësisht ne kena me vazhdu bisedën. Po ka kushte, do të me qëndrume me kohë. Mrena korniza, madje. Nëse nuk ka kushte të bisedës, ne do të hymë, mrena një emisioni do të trajtojmë 100 tema, që për shikues nuk do të jetë shumë e këndshme. Pra, jeta ka kushte, por kushtet do të jenë në harmoni me realitetin, në harmoni me situatën, do të jenë të logjikshme, do të jenë parimore, që i bie se kërkohet gjatë edukimit të fëmijëve, po e ceki si kriter që e cekin pedagogët, duhet me pas kushtëzime, po kushtëzimit pastaj do të jenë me mas. Kjo është. Pra kushti me skuptohet strikt, se ka kushte që të me qenë edhe strikt,
që Zoti ka pru strikt, për shembull, namazi duhet falet. Ato janë rregulla hyjnore. Pra, na duke tërheqet paralele e përdorim për jetën e përditshme. Për shembull, po e tërheqi, po e barti këtë kriter të njëjtën martësore. Sikur mos kishte kritere tek çiftet, atëherë bie që çiftet do të jenë shpërfillës ndaj njëri tjetrit vazhdimisht. Kur burri për shembull i thot gruas që un vi kur du në shtëpi. Nëse vonohet për çdo natë burri, në radhë parë hapin e parë, mendimin e parë që e krijon gruaja është paragjykimi, se ku shkon ai, me kon rrin ai, vije gjithmonë në orë të vona, ose nëse nuk i merr përgjegjësitë e obligimeve që i ka materiale, fakturat, qiran, kjo, atë do kjo është një kusht që duhet ta kryjnë. Në anën tjetër gruaja ka obligimet e veta që i kryjnë, pra jeta ka kushte. Por aja që unë e kuptova nga fundi i pyetjes është që nga njëherë qoftë çiftet, qoftë prindët, qoftë edukatorët, bën me lëviz nga kushti. Pra bën me ndryshu kushtin nëse është më i favorshëm. Pra në këtë rast e ka kurzu fëmijën në fillim të vitit shkollor për diçka dhe e sheh që në fund vitit fëmiu për shembull ka sjellë një rezultat papritur. Ndrysho kushti, s'është në interes. Ose gjatë ditës nëse ndodh diçka, ndrysho kushtin. Nuk është unë mendoj, nuk është shumë e shëndetshme me thonë unë jam burr dhe një herë flas. Unë mendoj që nuk është shumë e shëndetshme që ky parim. Por ne kur të flasim, do të flasim, pra do të jem parimor, do të jem të logjikshëm, por jo edhe për çdo gjë të vendosim kushte. Ka momente kur njeriu ndron mendim, ndoshta ka pas një çndrim më herët, ka ndryshuar mendim. Në anën tjetër ka njerëz që nuk të kuptojnë që te ke ndruar mendimin, po thonë po ti ndryshe tha, tash u bë ndryshe. Po e marr parasysh rrethonat, gjendja që ka kalu ose ka ndryshuar komplet orientimi i një gjëje për shembull. A është e shëndetshme që njeriu her pas here me ndryshuar mendim, ndoshta diçka që të ka pëlqyer më herët, nuk të pëlqen më, edhe e ndron shumë thjesht. Këtë çështje ka trajtuar Kurani. Si në çfarë dimensioni? Për shembull kemi dispozita në fillim të shpallës si ka sjell Zoti ma vonë i ka abrogu. Po. E ka abrogu. Pse? Ka skadua fati atij vendimi. Kjo na jep neve sinjal që kemi të drejtë aty ku ka hapësirë, po themi. Po, normal. Aty ku ka hapësirë, madje kemi thënie profetike kur e ka kryer haxhin se Muhamedi alayhis salam një haxhi ka kryer. Në një prej ceremonive që ka të bëjë me haxhin, që është thirrja e kurbanit, llojin e haxhit që ka kryer Muhamedi alayhis salam pas haxhit ka thonë, sikur ta dija që ky lloj tjetër, forma tjetër është më e mirë, do ta bëja këtë. Pra do të tërhiqesha. Por nëse profeti alayhis salam është tërhiq për mendimin e tij dhe kemi për plot raste, atëherë bie pse ne nuk tërhiqemi për ideve, mendimeve tona që ato mendimi i dytë është më i shëndetshëm. Pra, në aspektin e kornizave islame, çështjet që janë konsensuale janë pak. Çështjet që janë të lira janë shumë më shumë, që i bie se ka mendim dytë, tretë e kështu me radhë. Prandaj shpesh ne si hoxhallar, kur i trajtojmë disa çështje juridike, themi se në këtë çështje ka mos pajtueshmëri, ka mendime ndryshme, opinioni i xhamatit çuditet. Po kjo është mëshirë prej Zotit. Pse? Sepse ato që mund ta kryej unë tash nuk mund ta kryej ti. Ato që mund ta kryej ti nuk mund ta kryej ai tjetri. Kjo kohën e vet edhe mundësinë, madje edhe mundësinë. Pra, Zoti ka lënë hapësirë. Prandaj nuk do duhej të bënim teprime, kështu po them, nuk do duhet të bënim teprime aty ku ka fleksibilitet. Pra mundesh me ndru. Patjetër. Pëlqimet, orientimet e krejt me kalimin e kohës, madje edhe qelizat në mjeksi ndrojnë pas disa viteve, domethënë ripërtrien, rigjenerojnë. Rigjenerojnë do të flasim për fund edhe për pjesën e raportit babë dhe vajzë, edhe mënyrës se si diskutohet, sepse më herët kemi pas që jo veç në raport me vajzën, po në raport përgjithësi me djalin dhe vajzën, fëmin, kam pas një farë lloj distancë, sepse ka qenë torp gjoja, me i dashur me i afru fëmijët e tu. Në anën tjetër kemi mësimin shumë të madh të pejgamberit alayhis salam për vajzën e tij dhe djemtë e tij që në fakt vajza ka qenë e fundit që pas disa muajve ka shkuar në mshim pas babës. Çka na mëson feja islame? A duhet që prindi të jetë i hapur edhe anasjelltas apo është marrë me i afru fëmijët e tu, me u thon fjalë të mira, me i ngun është ta milion krejt punë të botës kur vjen puna te fëmia dhe te kërkesa e fëmis? Po patjetër kjo çështje është ndoshta u lën për fund, po ndoshta është ajka e bisedës. Sepse kemi të bëjmë me kapitalin më të çmueshëm. Kapitali më i çmueshëm e fëmia. Na ketë mundi për çka po japmi. Ketë lodhin, punë për kon, për çta fëmijë.
Pra dhe në fund komunikimi mos jetë i duhur, kjo nuk është, jo që s'është e shëndetshme, po nuk ka në rregull. Pra ne themi që feja islame është përmbushje gjitha vlerave, edhe shpirtërore, edhe emocionale, edhe psikosociale. Pra nëse kthehemi në histori para kohës së shpalljes së fundit, gjejmë pra kemi gojdhana, kemi shënime që asnjëherë thot dikush prej tyre që është konvertu pastaj në islam prej bashkësve të pejgamberit apo prej sahabëve, thot ka shku personalisht thot oj dërguani i Zotit, unë kam 10 fëmijë. Asnjëherë nuk e kam përçafuar ndonjëri prej tyre. Shiqo si ka reagu pejgamberi sa. Me automatizëm ka reagu, ka thonë ai që nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Po ti kur e përçafon fëmijën e mëshiron, ti nëse se përçafon fëmijën ton atësi, kurse profeti alayhis salam jo vetëm fëmijët e tij, po edhe nipat Hasani dhe Huseni që kanë qenë për nipa më të njohur, edhe duke qenë tu fal pejgamberi sa i kanë hip në shpinë dhe thon transmetues, aq shumë e ka zgjat namazin, ka nejt me kokën sejdë për kundër vullnetit për t'ia bërë dëshirën fëmijët, nipit në këtë rast. Pse? Ai u të bë shef. E llogarit pra jashtë namazit çka ka bën. Pra Islami ka ardhur me mëshiru fëmin, me dash fëmin, me afro fëmin, me i liru deri në atë mas sa fëmiu me nxjerr mbrendësinë e tij ose të saj. Pra, mi a thonë edhe kërkesat, edhe shqetësimit. Mi paraqit edhe kërkesat jo në mënyrë të strukun. Kam nevojë për këta, po do të një ditë, një javë, një muaj derisa ta bind vetëm ja thon prindit një kërkesë, ose kundërta më ja shpalos një shqetësim. Jo, ne do të krijojmë opinion të tillë komunikativ që me fëmijët do të më qenë të hapur, por normal tash fëmijët do të jenë të kujdesshëm me eduku që ata më qenë të edukuar në raport me prindin. Pra për zgjedhjen e fjalorit, e kështu me radhë, pra sidoqë të jetë, kjo është çështje plotësuese e një jete të lumtur, ku komunikimi mes prindit dhe fëmijët është i palimituar për masat të edukimit, të plotësimit të nevojave, të kërkesave, madje ato që e theksuar më herët, të kuptimit të shqetësimeve, sepse fëmijët sidomos në ndërrimin e fazave, pra prej asaj që minore, në formimin në fillet e adoleshencës, të kalimi i adoleshencës drejt pjekurisë, këto janë faza që lanë gjurmë edhe në aspektin psikosocial dhe emocional. Atëherë prindi duhet të jetë pjesë aktive e fëmijët. Gjejmë për shembull shpeshherë prind që ka bën një moshë 40-45 vjeçare, nuk ka sabër më, nuk ka durim për lëvizjet që i bën fëmiu. Ai ka moshën e vet, ai ka kohën e vet, domethënë me qenë më energjik, më vital, më ndoshta edhe më i lëvizshëm, kështu që ne duhet t'i kuptojmë ata sepse është një botë e veçantë. Si përfundim një komunikim i mirë, domethënë edhe shtetet më të mëdha botërore kur kanë kriza të mëdha, ulen, diskutojnë dhe zgjidhin problemet. Pra mund të ndalin edhe luftrat më të mëdha botërore komunikimi i mirë. Kjo është mësimi që na jep edhe feja islame, besoj. Patjetër, gjithsesi, kështu ndërtohen vlerat. Po nga një komunikim individual, familjar, shoqëror, vije deri te një komunikim shtetëror. Edhe i vije fundi një ditë një, po themi një ngatrese ose një problemi që ka qenë mes shteteve. E nëse ne pra do duhej me kuptu këtë mirë kuptim që dy shtete me u pajtu mas luftrave, si pra t'i shpallmi luft bashkëshortet njëri tjetrit, si t'i shpallin luft prind fëmijëve ose nasjelltas. I bie që do të kthehen këto tabu dhe do të ndryshohet komunikimi. Mirë, pa dashme diskutu se jemi këtë në fund dhe regjia ma bën me dje, po kemi edhe si persona që vënë se me ndalë diskutimin e vazhdon derisa gjendja të eskaloj. Nuk kemi, domethënë nuk e ka një farë lloj limiti që ndalesh edhe kupton situatën edhe duhet mu tërheq njëri gjithsesi. Po, kjo është çështje ju e duhur në komunikim. Pra në gjuhën e komunikimit i vit çështje ju e duhur, konsiderohet papjekuri, konsiderohet një lloj do thotë mos vigjilence, sepse do thotë problemet mund zgjasin pafundësisht, bisedat mund zgjasin pafundësisht, por në komunikimin e duhur, komunikim pra shkurt është kompromis. Po. Pa bo kompromis nuk mund vim të një marrëveshje duhur. Atëherë, edhe në raport me çiftin, edhe në raport me fëmijën dhe nasjelltas, do të kemi pra kompromise. Që i bie se lëshojmë penë bile fetarisht, ne kemi edhe fakte, ai që lëshon penë, ai që tërhiqet, ka shpërblim te Zoti. Pse? Se bëhet shkaktari i pajtimit. Kjo është shumë mirë. Me këta po e përfundojmë emisionin e sotëm. Inderum, faleminderit shumë për kohën. Ndërqofsht.
Të nderuar shikues, pra si që pat në studio ishim me profesor doktor Hoxhën Sadat Rostemin nga Xhamia e Veternikut këtu në Prishtinë, pra imam dhe ligjërues në këtë xhami. Diskutuam për krizën e komunikimit brenda familjes, por jo vetëm. Vazhdo të jemi javën tjetër, mirëmbëjtje.